sollët komplet ekipin e Rusisë me marrë pjesë në Prishtinë, në Kosovë. Shtatë që nuk e njohin. Çështja dolët. Fol komunikimeve dhe fol lehtësimit procedurave për ta, edhe kena pas një komunikim të jashtëzakonshëm me ambasadat, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për me mujt m'ia vlerësu procedurat e tyre për pjesëmarrje. Rost dihet që e kanë sanksionet në pjesëmarrjen e tyre, domethënë pa internim të himnit, pa logo, pa emrin Rusia, por pjesëmarrja e tyre është domethënë evidente. Dalin me flamurin e Federatës Ndërkombëtare të Federatës botërore po. Cili ka qenë reagimi tyre i parë kur janë ftuar për me marrë pjesë? Ata po besoj që nuk e kanë pritë që kanë me konë, po kur e kanë po që është e hopne dhe për çdo shtet kanë thonë për provojna dhe kanë bo kërkesë për me vazhdu procedura domethënë për ta, edhe kanë po që na jemi shumë të gatshëm me bashkëpunu, domethënë jena konë komunikim vazhdueshëm, edhe këtu kur janë ardhur veç se si çdo shtet normal kërkush s'ka mujt me dallu cili shtet për cilit po vjen. Domethënë se cili shtet është konë njësoj.